Përshëndetje të gjithë ju të shenjës dashit, do bëjmë leximin e radhës, por para se të filloj dua t'ju them që kam qenë larg leximeve, ta them kështu, apo nuk ju kam bërë nga që jam operuar dhe një herë tjetër dhe sot sikur ndihem pak më mirë dhe andaj zgjodha t'ju lexoj. Ky lexim, kur kam hapur letrat, kam qenë e fokusuar si do ta përmbyllim këtë vit, nga që së shpejti do bëhen për vitin që vjen. Ta them, ky lexim nuk flet për fat, flet për rrugën që ke bërë dhe zgjedhjen që të pret. Dashi, ky vit të dashur, shikoni këtu është një vit që të ka ndalë në kuptimin e asaj që jo për të dobësuar, ta them kështu, por për të nxjerrë nga reagimi i vazhdueshëm. Ke qenë mësuar ndoshta të veprosh shpejt, por këtë herë apo kësaj radhe jeta të kërkoj të shohësh më gjatë. Gjërat kanë ecur shumë ngadalë këtë vit për ty. Të kuptosh pse disa gjëra përsëriten, pse disa përplasje zgjidhen me forcë apo nuk zgjidhen me forcë dhe pse jo çdo betejë ja vlen të luftohet, të dashur teshër. Nga ky ndalim lind letra Judgment. Kjo letër nuk vjen si ndëshkim, shikoni këtu, por si thirrje, dashi. Këtë duhet ta keni të qartë, vjen si thirrje. Ajo të vendos përballë vetes dhe të pyet kogja troq, çfarë po shtyn përpara në jetën tënde dhe çfarë po mban peng, që duhet të keni shumë kujdes, nga që jemi në fund. Dëgjoj, në tarot nuk ka kohë, nuk ka fund viti, por që jemi duke u fokusuar që të fillojmë, nga që ashtu i kam hapur dhe letrat, që të fillojmë vërtet një vit që mund ta menaxhojmë vet ashtu siç duam. Pra, nuk ka më vend për gjysmë vendime. Ky vit që po mbyllet, dashi, mbyllet me një pastrim. Mbyllet me një pastrim jo emocional, por kogja praktik. Lë pas role, përgjegjësi dhe lidhje që nuk kanë më funksion real. Do thot ta keni të qartë se çfarë po merrni dhe çfarë po leni. Çfarë është me vlerë dhe çfarë nuk është, në një farë mënyrë duke u përshëndetur apo bekuar për një rrugtim të ri, të dashur deshër. Pas këtij, të them, pas kësaj qartësie shfaqet dituria, wisdom. Kjo tregon se përgjigjet absolutisht do t'i gjesh, ndoshta shumica nga ju edhe i keni tashmë, nuk ke nevojë për këshilla nga të gjithë apo nga të tjerët, ke mësuar mjaftueshëm këtë vit. Viti i ri nuk do të shpërblej për zhurmë, por për zgjuarsi, do thotë më shumë punë, veprime, se fjalët dhe veprimet dhe vendimet e tua duhet të jenë në një vijë, të gjitha ti mendoni, ti ndjeni njësoj. Më pak reagim dhe absolutisht më shumë strategji dhe pastaj veprim. Por, të dashur deshër, tregimi nuk mbyllet këtu, pa të treguar çmimin e vonesës. Kjo letër paralajmëron qartë nëse hyn në vitin e ri duke mbajtur të njëjtën barr. Do ndihesh kogja i shtypur që në fillim. Jo sepse s'ke forcë, por sepse ke marrë mbi vete gjëra që nuk janë të tuat. Kjo është pika ku duhet të thuash mjaft. Viti që vjen, të dashur deshër, kërkon apo nuk kërkon më shumë luftë. Kërkon zgjedhje më të pastra, më të qarta. Lëre pas atë që nuk të ka dhënë atë çfarë ke dashur, e munduar, vepro vetëm aty ku ka vërtet kuptim. Pra,
kur e di çfarë të rëndon, lirimi bëhet vendim, jo sakrificë. Pra një para përgatitje të dashur deshër për një vit që është duke ardhur.